disa ngjarjet që e kanë shoqëruar botën që nga krijimi i saj e deri në ditët e sotme, do t'i përmbledhim në një fjalë të vetme: histori. Për shumë vite me radhë, diçka ose dikush ka lënë emrin e vet në rrotën e famshme të historisë. E një ndër këta dikushet ka qenë edhe Napoleon Bonaparte. I lindur me 15 gusht 1769, ai dha shpirt me 5 maj 1821. Do të bëhej një nga njerëzit më të rëndësishëm dhe më të pushtetshëm të asaj kohe, jo vetëm si ushtarak i Zotit, por edhe si një politikan me principe të larta njerëzore dhe me objektiva të qarta në jetë. Kjo u bë e dukshme në shumë veprime politike të ndërmarra nga ai, që i kthyen Francës një stabilitet politik. Qeverisi Francën nga viti 1799 dhe u emërua konsulli i parë në nëntor të vitit 1799, deri në maj 1804. Më vonë u bë perandor i Francës me emrin Napoleoni i parë. Nga dhjetori 1804 deri më 14 prill 1814 dhe sërish nga 20 marsi deri më 22 qershor 1805. Në jetën e tij politike ka qenë edhe presidenti i Republikës Italiane nga viti 1803 deri në vitin 1805 dhe mbreti i Italisë nga viti 1805 deri në 1814. Ai do të mbahet mend për kushtin e famshëm të shtetit në vitin 1799, për nuhatje në holl që kishte në problemet politike dhe për aftësitë e tij binëse. Napoleoni përdori një skemë perfekte politike për ta quajtur kushtin e tij të shtetit të ligjshëm. Duke gëzuar mbështetje të plotë nga shumë prej zyrtarëve të lartë të administratës dhe mbështetje absolute nga populli i Francës, ai arriti atë që deshi duke shkryer 2 dhomat e deputetëve dhe fuqitë e tyre i ndalë në 3 persona në 3 konsullate. Të famshme qenë dhe ato 100 ditët kur Napoleoni, i arratisur prej anglezëve, u rikthye sërish në pushtet derisa humbi në betejën e Waterloo. A mund të thotë njëri se ai ishte një ushtarak i pazot? Ai i cili e shtryu pushtetin e perandorisë së tij gati në gjithë botën. Askush nuk mund të thotë që Napoleon Bonaparte nuk u përshtat me jetën si politikan. Bile mund të themi që ai shkëlqeu në atë fushë. Ai la firmën e tij në histori, megjithse pati një vdekje që nuk i ka hije një perandor. Franca dhe gjithë bota do ta kujtojë si njeriu që i solli Francës lavdinë dhe botës stabilitet. Dikush ka thënë: për sa kohë sa zgjat bota, nuk mund të ketë më shumë se një Napoleon mbi tokë. Jeta e tij ishte rendja e një gjysmë perëndie. Kushtetuta duhet të jetë e shkurtër dhe e errët. Aftësia nuk është asgjë pa mundësitë. Kurajoa është si dashuria, ajo duhet të ketë shpresë si ushqim. Vdekja nuk është asgjë, për të jetosh i mundur dhe i palavdishëm do të thotë të vdesësh nga dal.